محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falënderimet të takojnë Allahut të madhruar, atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humbë, dhe atë që Allahu e lën humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, jeta e kësaj bote është bërë shumë e trazuar, po këtu s'ka kurrë gjë të veçantë për arsye se jeta edhe dunjaja kur njëherë s'ka qenë e rahatshme. Gjithnjë ka qenë relativisht me lëvizje, me shkundje, me lkundje të ndryshme, e që në të vërtetë për të qëndru stabil edhe ashtu si duhet, edhe për të mos dështu, njerëzit e kanë vetëm një rrugë, vetëm një formulë. Ajo është që të kapen fort për litarin e Allahut fuqiplot. Pra, me mbet i lidhur me Allahun, inshallah është një garanci se njeriu nuk ka me urrëzu jetën e kësaj bote. Thot Allahu i madhruar: "Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim." Ai i cili mbahet, ai i cili lidhet fort me Allahun fuqiplot, ai realisht e ka gjetë rrugën e suksesit, e ka gjetë rrugën e drejtë. Allahu i madhruar është i mirë, është i gjithëmshirshëm. Ai në mënyrë të veçantë është i mirë për robërit e vet. Allahu latifun bi ibadih. Allahu është i mirë me robërit e vet. Yerzuqu men yasha, kanë të don e udhëzon çysh të don, wa huwa al-qawiyul aziz. Ai është i plot fuqishëm edhe ngadhnimtar. Allahu e ka thujt veten latif, që i bën shumë i mirë, po jo thjesht një mirësi e cila mund të kuptohet në një kuptim të përgjithshëm pa e pas rastin edhe na me e përjetu se qysh Allahu i madhruar është i mirë. Allahu është i mirë për shkak se kujdeset shumë për robërit e vet. U ofron atyre gjithë atë që u nevojitet. Dhe jo vetëm sa u nevojitet, por edhe ma tepër. Madje u ofron atë që u bën dobi, edhe atëherë kur njerëzit nuk janë të vetëdijshëm se çka u bën dobi. Allahu i jep mirësi robërve të vetë edhe atëherë kur ata nuk i lypin, jo për shkak se nuk do të donin ose nuk do të dëshironin ato mirësi, po nganjëherë njeriu nuk është në gjendje edhe me ditë çka i vjen. Pra njeriu shpesh herë, na të gjithë bëjmë pjesë këto, nuk kishim ditë me lyp këtë që Allahu i madhruar na e ka dhënë. Megjithatë krahas gjithë kësaj mirësie të madhe, të pakufishme të Allahut fuqiplot, jeta e ka një rregull sipas të cilit funksionon, edhe dunjan, jetën e kësaj dunjaje nuk duhet në asnjë mënyrë me e paramendu si xhennet. Se xhenneti është jeta e përsosur. Aty s'ka gajle, s'ka probleme, s'ka frikë, s'ka pikëllim, s'ka brenga. Ndërsa në dunja i kemi të gjitha. E kemi edhe frikën, e kemi edhe mërzin, e kemi edhe brengan, i kemi edhe dhimbjet, i kemi edhe vujtjet e ndryshme, mirë po prap krahas këtij rregulli që mbretëron në jetën e kësaj bote, Allahu vazhdon me qenë shumë i mirë me robërit e vet, për arsye se edhe atëherë kur jemi ngushtë, edhe atëherë kur jemi në vështirësi, Allahu është ai i cili na e mundson me i kalu vështirësitë. Allahu është ai i cili i din më mirë se na brengat tona. Allahu është ai i cili i dëgjon përshpëritjet tona. Allahu është ai i cili edhe atëherë kur ne kemi një dëshirë të caktuar, e din më mirë se na se ajo dëshirë mundet me konë e damshme për neve dhe nuk na e plotëson, ndërsa na me kalimin e kohës, ndoshta kalon një kohë gjatë dhe e marrim vesh se që ajo çka pas kem lyp, pas ka mujt me qenë fatale për neve. Thot Allahu i madhruar: "Walau basata Allahu ar-rizqa li ibadihi la baghaw fil ard." Sikur Allahu tu jepte njerëzve rizq, furnizim, atë sa e kërkojnë, atë sa e dëshirojnë.
atëherë do të shtoheshin çrregullimet në tokë. Secili prej neve ka dëshirë me pas më shumë se kemi, mirë po ai Allahu i madhruar jep me mas, jep me karar. Kjo për arsye se ndonjënit prej neve, sikur të kishim pas më shumë, ndoshta na kish bë dëm. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, thot inna Allaha la yahmi 'abdahu min ad-dunya. Allahu e mbron nganjëherë robën e vet prej dunjas. E mbron. Shprehje shumë interesante. Nuk po thot e privon ose nuk ja jep dunjan, jo e mbron, i çet mburoj prej dunjas, që nën kupton nuk ja jep dunjan ose e privon ose s'ja plotson një dëshirë ose s'ja realizon një ëndër të dunjas, le të jetë ajo pasuni, le të jetë pozitë, le të jetë famë, le të jetë çka do të qoftë. E jep përshkrimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çysh ndodh një gjë e tillë për me e kuptuar na. Thot sikur se ndonjëri prej juve që e mbron edhe e ruan një antar të familjes i cili është i smur. Edhe nga njëherë nuk ja jep një ushqim të caktuar ose një pije të caktuar, jo se ushqimi është i keq, po ati i bën dëm. Shpesh ndodh kjo, na fëmijët tani privojmë prej disa ushqimeve, prej disa pijeve, i themi ma se kjo nuk është e shëndetshme për ty. Ani pse për ta është e këndshme, e dëshirojnë, nganjëherë e lypin. Mirë po, ai që din ma shumë, ai din edhe me mbrojt prej të këqijave, ndërsa ai që din ma pak e që ne njerëzit të gjithë jemi të këtill, me dije dhe me aftësi të kufizuara, ne nganjëherë lypim diçka që nuk e dim se aty mundet me qenë dami jon, aty nganjëherë ndoshta mundet me qenë edhe shkatrimi jon. Për këtë arsye vjen dunjaja e sprovave, dunjaja e cila pa dashjen tonë na çet përballë shumë të pakëndshmeve, edhe ne mendojmë se ato janë të këqija, por kur i kalojmë e vrejmë se megjithatë zgjedhja e Allahut fuqiplot pas ka qenë më e mira. Thot Allahu i madhruar: wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Disa gjëra jo mund t'i urreni, por ato mundën me qenë shumë dobishme për juve. Dhe disa tjera ju mund t'i doni, por ato mundën me qenë shumë të dëmshme për juve. Dhe epilogu, Allahu di e ju nuk dini. Allahu di e ju nuk dini. Pra, kur Allahu na sprovon në çfarë do forme, do të me e ditë se Allahu kur e ka çuar sprovën, e ka çuar edhe shpërblimin. E ka çuar edhe dhuratën. Kur e çon Allahu i madhruar ngushtësinë, kur e çon vështirësinë, Allahu e çon edhe çlirimin. Po çka na do të me bë sabër. Të paktën na do të me mendu jetën tonë. Për vitet që i kemi jetu, nëse sot na godet një sprovë edhe në vështirësi, nuk është hera e parë që po sprovohemi. Nuk është hera e parë që po ngushtohemi. Kemi kalu sprovat shumëta, edhe atëherë kemi menu, a thu qysh kena mja dalë. Ndoshta na ka shku menja me thonë, e ku është Allahu i cili na ka premtu me na ndihmu. Edhe sot kur i mendojmë ato situatat tonat, ato gjendjet tonat, ndoshta na vjen keq, pse kemi mendu asisoj. Ndoshta na vjen me qesh me veten, qysh kena menu që në një sprovë të caktume para kaq viteve, kom menu se që aty është fundi jem, ndërsa sot e shoh se e sa vite jem të jetu hala. Edhe kjo sprova e sotit është një prej qati zinxhirit të cilin e ke kalu, e në cilin Allah i madhruar thjesht ka zgjedh ty me të sprovu për me të forcu. Ka zgjedh ty me të sprovu për me të ngrit. Ka zgjedh ty me të sprovu për me të shpërbly, e kime vazhdu me kalu edhe sprovat shumë ta derisa ka caktua Allah i madhruar që ti me jetu edhe me frymu. Andaj të nderuar vëllezër, ne si besimtar, pa alternativ, do të me pas mendim të mirë për Allahun fuqiplot. Vesh mirë do të me menu për Allahun. Edhe atëherë kur na duket se situata është e pashpresë. Edhe atëherë kur na duket se valla qëtash jam në një zarë që kur njëtë si më kanë qështo, edhe hiç s'di qysh mundet kjo situatë me pas zgjidhje. Për ty është qështo, se ti je i pafuqishëm, ti je me aftësi të kufizume, mirë po për Allahun kur gjë s'ka të pamundun, edhe të gjithë jemi dëshmitar, qysh i ka qu robërit e vetë drejt atyre situatave që kanë mujtë me qenë shumë të pakëndshme. Për shembull Jusufin a.s. e hëdhën vllaznit e tij në bunar. Edhe e lanë që aty. Kush kish mendu se prej që aty ka me fillu, jo një jetë, po ka me fillu një jetë shumë e sukseshme një njeriu të madh. Çfarë ishte Jusufi a.s.
erdhën e nxorën prej pusit, po e çunë në robëri, prap e shitën si sklav. Prap në atë pallatin ku jetonte tati zotnis, fillun sprova të ndryshme, e u fut në burg. Mirë po prej gjithë atyne sprova masanit doli, jo vetëm nga dhënjimtar, po doli shumë i nderuar edhe shumë i ngritën prej Allahut fuqiplot. Kjo është jetë e një njeriu të suksesshëm, që suksesin Allahu ja dha, e çështu Allahu mundet me na trajtu edhe neve, jo me sprovat e njëjta formalisht, po me ligjin e njëjtë sprovës, andaj ne në zemrat tona, si besimtar që jemi, duhet të kultivojmë mendim të mirë për Allahun fuqiplot. Mendim i cili prodhon shpresë, i cili prodhon optimizëm, i cili prodhon pozitivitet, edhe kemi me e pa pastaj se secila sprovë e njëjta dhimbje, po kur je gajretxhi e kalon ma lehtë. Allah i madhruar na e mundsoft që me qenë ashtu qysh është Allah i kënaqur me neve. E them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje për Allahut për vete dhe për ju, andaj ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Prap duhet me e rikujtu të nderuar vëllezër se me gjithat e jeta funksionon si masranit që e ka para pa Allahu. Jo që shkem qef na. Na mundemi me konë shumë të kujdesshëm, mundemi me qenë shumë të vëmendshëm, e kështu me radhë, me i marrë të gjitha masat që jeta jonë me ecë mirë, kemi pasuni, kemi ato, po prap gjana të ndodhin. Ajo që ka me ndodh. Edhe kërkush s'munët me ndryshu. Po nëse është qështu, atëherë na do të me thonë, ose na shkon menja me thonë, e po mirë, nëse gjonat kanë me ndodhë si mbas një rregulli që Allahu e ka para pa, atëherë cili është roli jam? Në të vërtet punët tona të nderuar vëllezër, edhe përkushtimi jonë, edhe kujdesi jonë, edhe vëmendja jonë, janë për me na liru neve prej përgjegjësisë. Një gjë ka me ndodhë prap, po ti mundesh me kon përgjegjës, ose mundesh mos me kon përgjegjës. Një gjë e dhimbshme, që jemi të e përjetu ditëve të fundit. Vetëm këtë javë që po e lëm pas, i kemi 10 raste të vdekjeve në situatat ndryshme. Ka vrasje me armë zjarri, ka vrasje me armë të ftofta, edhe ka një numër i madh vdekje në aksidente trafikut. Gjithsesi, vdekjet aksidentale janë më të lehta se sa vrasjet. Po, nëse secili prej neve do të me mendu, a ka mund nëjë përgjegjësi? Hajde, s'po flasim për rol, se një vdekje që ka ndodhë kush e di sa larg prej neve, s'kemi pas rol, as pozitiv, as negativ në këtë aspekt. Mirë po, a kemi nevojë me ngrit zonin me një thirrje, me një apel, që t'jemi shumë të vëmendshëm aty ku mundemi me qenë të vëmendshëm. Në trafik, që tash e vrejmë se është prezencë e shtume automjeteve në rrugët tona, edhe për shkak të ardhjes së vllaznive tonë prej jashtit. S'po du me i qujtë gurbetçar që mos të kuptohemi se jemi na këtu edhe ata që vinë. Jo, është ardhje se kanë ardhur në vend vetin funit. S'mundet kërkosh me e kufizu një gjatë tillë. Po është prezencë e shtume automjeteve, e kjo do të më na bën neve edhe më të vëmendshëm, edhe më të kujdesshëm kur marrim pjesë në trafik. Andaj thirrja është nderuar vllazër, është thirrje edhe prej mimberit xhamijave, është thirrje edhe prej të gjitha institucioneve që merren me mirëqenien e venit edhe qytetarëve këtij veni, që t'jemi shumë të vëmendshëm në këtë aspekt. Para mendoni, u befasova shumë edhe u niva keq sot në 3 ora para sabahit, aksidentalisht është myt një njeri këmbësor, para mendo. Se me thonë 3 natës me undesh 2 makina, na thojmë, e po kush e di ku jenë konë, e kush e di që jenë konë të këthy, s'ban me paragjyku, gjithsesi. Po këmbësorin 3 natës me shkel edhe me myt, do më thonë, e shojmë se edhe trafiku na është bon një arenë e vdekjeve të shumta. Ato e në caktimet të Allahut, prapë po them, mirë po, na lirohemi prej përgjegjësisë, nëse eventualisht mundemi me konë ma të kujdesshëm, ma të vëmendshëm, ma të durueshëm. Shkaktohen kolona zbat namin, këtë dunjan ka kolona. S'kemi nevojë as me u ngatru me njerëzit që janë në trafik, as me u bë nervoz, jetë u prit në kolonë, shfrytëzo rastin bjerë shahadet, ço salavat, bon istighfar. Do më thonë janë sene që
Jënë sen që mund është shumë me i kthy në përfitim, ani pse ty doket se po të humb koha edhe ke ngecë në trafik. Allah i madhruar na rujt në nderuar vëllezër. Allah i madhruar na rujt në gjitha ato aktivitete që i kemi. Na rujt gjithashtu edhe kur marrim pjesë në trafik, se pasha Zotin u bë pak shqetësuese kjo punë, e për këtë arsye do të jemi shumë të vëmendshëm. Allah i madhruar na mbroft e na udhëzoj. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة